Me qenë se jemi shumë pak orë përpara Prime-it, unë besoj që ky dialog, ky debat mes Rozanës dhe Gjestit do trajtohet sot, po hajde të shohim vetëm një element vogël. Dy ditë, s'punësh për dy ditë me ndëru? What's that doctor? What's that doctor? What's that doctor? Mos e shfrytëzo trupin. Mos e shfrytëzo trupin. Pra kemi Gjestin që e konsideron Rozanën të dobët. Tani, me sa di unë, kur ti konsideron dikë të dobët, nuk merresh fare me të. Por, çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Shikojeni pak të tjetrën. Opa. Nuk bën për qesh. Je në vrik i keq, ke mlef shumë të madh. Kështu që të lutem shumë mu largo. Mos më hajte për mas. Çfarë do? Mas beje. Çfarë do? Pse? Çfarë do? Do me të këshyr. Çfarë do këshyresh? Unë jam me rroba banjo. Çfarë do këshyresh? Çfarë do këshyresh? Jam me rroba. Në fakt, kur një banor konsideron një banor tjetër të dobët, gjëja e parë që bën nuk i shkon nga mbrapa për debat. Përkundrazi e injoron, i bën blok. Ndërkohë, Gjesti i shkon nga mbrapa për të bërë debat. Dhe nuk i shkon për ta kqyr, pavarësisht se i thot po vi për të kqyr. Jo, ai shkon për të debatuar me të. Pra, Gjesti jo vetëm që nuk e konsideron të dobët, por thellë e konsideron shumë të fortë dhe ai e ka kuptuar që luftën e ka me Rozanën. Kështu që sigurisht çdo gjë kuptohet. Kjo pavarësisht se unë s'dua t'i hyj tash bisedave tipit që i thot du me të kqyr, pse shfrytëzon trupin, pra ca gjëra që mbas edhe mund t'i kishte kursyer. Por kjo është e vërteta. Unë vazhdoj të jemi bindur që kjo dyshe është një dyshe që po e mban deri diku gjallë Big Brotherin në kuptimin e debatit. Dhe këta të dy e kanë kuptuar këtë gjë. Por në këtë rast është Gjesti që kërkon debat her pas here me Rozanën. Rozana i thot dhe i thot, mos hajde. Ky i thot do vi dhe shkon. Mirë bën, nuk është se bën keq që shkon, por që kjo është e vërteta. Pra, ai e konsideron të fortë dhe jo të dobët. Shumë të fortë.